Të njehsojmë rrugën. Rruga është një mallësi fizike e cila simbolikisht shënohet me shkronjën S. Për ta dalluar nga sekonda dhe nga sipërfaqja, unë praktikoj që ta shkruaj me këtë S të shkrimit. Njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Pra, njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, ashtu siç është edhe njësi për gjatësinë, për gjerësinë, lartësinë, thellësinë e kështu me radhë. Për të llogaritur rrugën të cilën e kalon trupi, duhet të dimë shpejtësinë me të cilën lëviz një trup dhe duhet të dimë kohën për të cilën e ka kaluar atë rrugë. Pra, kur dimë shpejtësinë në të cilën lëviz trupi dhe kohën, mund të llogarisëm rrugën. Rruga paraqet prodhimin në mes të shpejtësisë dhe kohës. Kjo është formula me të cilën e llogaritëm rrugën. Njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, prandaj kur të vërtetohet kjo formulë do të del njësia metër për shkak se formula është e rrugës. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metër për sekond. Herë, njësia ndërkombëtare e kohës është sekundi, sekond me sekond thjeshtohet dhe mbetet metër. Në këtë figurë kemi paraqit një ciklist i cili një pjesë të rrugës e ka kaluar me një shpejtësi 10 metra për sekond, brenda një kohe prej një sekonde, pra me një shpejtësi prej 10 metra për sekond. Por për 3 sekonda tjerë, trupi ka lëviz me një shpejtësi tjetër 15 metra për sekond. Nëse kemi për një rrugë të caktuar shpejtësi të ndryshme, atëherë do të shënojmë me V1, V2. Po gjithashtu edhe kohën do ta shënojmë me T1, pjesën tjetër të kohës me T2 dhe shohim në rastin e tretë kohën T3, do të thotë për 8 sekonda, do të lëviz me një shpejtësi V3 barabartë me 20 metra për sekond. Dhe rruga të cilën do të llogaritëm është x metra, do të thonë rrugë e panjohur. Dhe këtu shohim se një pjesë të rrugës trupi ka lëviz me shpejtësinë V10 metra për sekond për 1 sekond, që do të thotë se kjo është pjesa e rrugës S1. Kjo këtu do të jetë pjesa e rrugës S2 dhe kjo pjesa e fundit e rrugës S3. Prandaj në këtë rast rruga të cilën ne duhet ta llogarisim është S1 plus S2 plus S3. Në rastin e parë, për të llogaritur pjesën e parë të rrugës, kemi shpejtësia V1 është 10 metra për sekond, kurse koha T1 është 1 sekond. Do të llogarisim rrugën S1. Prandaj këtu do të shkruajmë S1 barabartë me V1 herë T1. Barazi, V1 është 10 metra për sekond, 10 metra për sekond, herë koha T1 është 1 sekond. Sekond me sekond thjeshtohet, 10 herë 1, 10 metra. Të shohim pjesën tjetër të rrugës. Kur ka lëviz me shpejtësinë V2 me 15 metra për sekond, koha T2 është 3 sekonda. Atëherë do të gjejmë S2. Pra S2 të pyetje, S2 është V2 herë T2, që është e barabartë me V2 15 metra për sekond, 15 metra për sekond, herë T2 3 sekonda. Sekond me sekond thjeshtohet, 15 herë 3 është 25 apo 45 metra. Dhe pjesën e tretë të rrugës e kemi V3 shpejtësia e barabartë me 20 metra për sekond, 20 metra për sekond, koha T3 është 8 sekonda, do të llogarisim pjesën e tretë të rrugës, pra S3. S3 është i barabartë me V3 herë T3, që është i barabartë me V3 është 20 metra për sekond, herë T3 është 8 sekonda, barazi me 2 rreth 8, 16,
edhe një zero, sekond me sekond thjeshtohet, edhe metër. Do të thot 160 metra. Rruga S thamë është e barabartë me S1 plus S2 plus S3. Kjo është e barabartë me S1 na doli që është 10 metra plus S2 45 metra plus S3 160 metra. Kur këto i mbledhim, rezultati duhet të del 215 metra. Pra, ciklisti i ka kalu 215 metra rrugë totale që x-i pra këtu është i barabartë me 215 metra. Të njehsojmë rrugën. Po japim disa detyra me të cilat kërkohet të njehsohet rruga në rastet kur dihet shpejtësia me të cilën lëviz trupi dhe kohën për të cilën ka lëviz ai trup. Detyra parë ka këtë tekst. Trupi lëviz me shpejtësi 2 metra për sekond, që rrugë do të kaloj pas 3 minutave. Pra, në fillim, duhet të nxjerrim të dhënat nga ky tekst i detyrës, ku po shohim se shpejtësia me të cilën lëviz trupi është 2 metra për sekond. Prandaj shkruajmë v barabartë me 2 metër për sekond. Në tutje teksti vazhdon që rrugë do të kaloj pas 3 minutave ai trup. Pra është dhënë koha të barazi me 3 minuta dhe kërkohet të njehsojmë rrugën të cilën e ka kalu ai trup. Pasi të kemi nxjerrë të dhënat, duhet ato t'i kontrollojmë se ai kemi në njësi ndërkombëtare të dhëna apo jo. E dim se njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond. Dhe shpejtësia në këtë tekst është dhënë në metër për sekond, që do të thotë se është dhënë në njësi ndërkombëtare. Njësi ndërkombëtare e kohës është sekonda, ndërkaq neve këtu na është dhënë koha në minuta. Prandaj minutat duhet t'i kthejmë në sekonda. Pasi t'i kemi kthyer minutat në sekonda, duhet të gjejmë formulën me të cilën e njehsojmë rrugën kur e dim shpejtësinë dhe kohën. Formulën para se ta përdorim duhet ta vërtetojmë. E dim se njësia ndërkombëtare e rrugës është metri dhe formulën të cilën do ta shkruajmë për rrugën kur ta vërtetojmë njësia duhet të del metër. Me këto të dhëna dhe udhëzimet të cilat ne u avam, shpresojmë se ju tani mund të gjeni rrugën të cilën e ka kalu ai trup dhe ai rrugë le të jetë për neve tash e panjohur, por supozojmë se trupi është nis nga pika A për të shkuar në pikën B. Dhe nëse trupi ka pas një shpejtësi mesatare prej 2 metra për sekond dhe për kohën prej 3 minutave sa ka zgjat ajo lëvizje, do të matim rrugën nga pika A në pikën B. Tani ju mund të vazhdoni me gjetjen e formulës, vërtetimin e saj dhe të bartni të dhënat të cilat janë këtu në formulën të cilën do ta gjeni dhe kur të fitoni në fund rezultatin, ai duhet të jetë 360 metra. Pra, rruga të cilën e ka kalu trupi duhet të jetë 360 metra. Provoni, a do të arrini deri te ky rezultat. Nëse çdo gjë do të provoni ashtu siç ju dham udhëzimet, unë shpresoj se ju pa vështirësi do të arrini të zgjidhni detyrën dhe në fund të përfundoni se
largësia në mes të pikave A dhe B, siç e tham në këtë figurë, duhet të jetë 360 metra. Tani po vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj detyre, ku në pjesën e parë nxorëm të dhënat e detyrës nga teksti trupi lëviz me shpejtësi 2 metra për sekond, që rrugë do të kaloj pas 3 minutave ai trup. Shpejtësinë e dham 2 metra për sekond ashtu siç edhe shkruar në tekst të detyrës, kohën 3 minuta sa ka zgjat ajo lëvizje dhe kërkohej rruga. Në pjesën e parë tham se duhet i kontrollojmë të dhënat dhe shpejtësia ishte dhënë në njësi ndërkombëtare, ndërkaq koha në minuta e minuta duhet i shndrojmë në sekonda, sepse njësi ndërkombëtare e kohës nuk është minuta, por është sekonda. Tani shkruajmë numrin 3, herë 1 minut i ka 60 sekonda dhe këtu shfrytëzojmë 3 herë 6, 18, e shtojmë edhe një 0, 180 sekonda. Pra, nëse trupi ka lëviz për një kohë për 3 minutave, ajo kohë e shprehur në sekonda është 180. Pra, 180 sekonda ka zgjat lëvizja e trupit derisa ai ka arrit nga pika A në pikën B, dhe shpejtësia me të cilën ka lëviz apo ka kaluar trupi këtë rrugë, thamë se është parafërsisht 2 metra për sekond. Tani duhet të gjejmë formulën me të cilën llogaritëm rrugën kur dim shpejtësinë dhe kohën, dhe prodhimi i shpejtësisë dhe kohës është rrugë të cilën e kalon trupi. Edhe në pjesën e parë thamë dhe kemi thënë edhe herave tjera se gjithmonë kur një formulë e gjejmë, para se ta përdorim atë formulë, duhet ta vërtetojmë. Kur të vërtetojmë formulën, gjithnjë duhet të delë njësia e asoj mallësie e të cilës është formula. Në këtë rast, formula është e rrugës dhe duhet të delë njësia e rrugës që është metri. Pra, kur të vërtetohet kjo formulë, njësia e saj duhet të delë metër. Kështu që shkruajmë edhe një herë formulën S barabartë me V herë T për ta vërtetuar, dhe duhet të shumëzojmë njësinë e shpejtësisë me njësinë e kohës. Njësia e shpejtësisë është metër për sekond, herë njësia e kohës është sekonda. Për njohësit e matematikës, shumë e lehtë është kjo, të thuhet se sekundi me sekond vjeshtohet dhe mbetet metri. Dhe njësia metër është njësi ndërkombëtare e rrugës, që do të thotë se formula S barabartë me V herë T është shkruar mirë. Me qenë se vërtetuam se formulën e kemi mirë, atëherë do ta përdorim këtë formulë S barabartë me V herë T, dhe tani të dhënat e detyrës do t'i bartim në këtë formulë. Në pjesën e parë të detyrës thamë se shpejtësia me të cilën lëviz trupi është 2 metra për sekond, herë koha për të cilën trupi ka lëviz ishte 3 minuta, por minutat i kthyem në sekonda, sepse njësi ndërkombëtare e kohës është sekundi. Kështu që 3 minuta pamë se i kanë 180 sekonda. Sekond me sekond thjeshtohet ashtu siç e pamë kur e vërtetuam formulën, dhe do të shumëzojmë 2 herë 0, 0, 2 herë 8, 16, 61, 2 herë 1, 2, edhe 1, 3. Dhe ka mbet njësia metër, ndërkaq rezultati doli se është 360 metra. E këtë rezultat e paralajmëruam në pjesën e parë të detyrës, që thamë se largësia në mes pikave A dhe B duhet të delë 360 metra, ashtu edhe na doli kur zëvendësuam të dhënat në formulën të cilën paraprakisht e vërtetuam. Prandaj, mund të përfundojmë se
Nëse një trup ka lëviz me shpejtësinë 2 metra për sekond, atëherë për 3 minuta ai trup ka kalu një rrugë prej 360 metrave. Detyra e dytë, në të cilën kërkohet të njehsohet rruga, ka këtë tekst. Trupi lëviz me shpejtësi 20 km/h. Sa kilometra do t'i kaloj trupi pas 3 orëve? Pra, shpejtësia e cila është dhënë është 20 km/h e koha është 3 orë. Pra shkruajmë të barazi me 3 orë. Kërkohet të llogaritim sa kilometra do t'i kaloj trupi e kilometrat matin rrugën. Kështu që rruga është ajo mallësi fizike e cila në këtë rast kërkohet. Siç shohim nga të dhënat, shpejtësia është dhënë në njësinë km/h, ndërkaq koha është dhënë në njësinë orë. Kemi thënë se njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, ndërkaq njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda, e njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Ne këtu shohim se shpejtësia është dhënë në km/h, e jo në metra për sekond. Po ashtu shohim se koha është dhënë në orë, e jo në sekonda. Por, a do të kërkohet rruga në metra? Në tekstin e detyrës është kërkuar që të gjejmë sa kilometra i kalon trupi për 3 orë nëse ai lëviz me shpejtësinë 20 km/h. Pra siç shihet, këtu po kërkohet një rrugë në kilometra, derisa shpejtësia është dhënë km/h e koha në orë. Në rastet e tilla, ne mund të bëjmë përjashtim nga njësitë ndërkombëtare, sepse vetëm po kërkohet rruga të shprehet në kilometra e jo në metra, atëherë dim se shpejtësia shpesh edhe jepet në 100 km/h. Dhe në rastet të tilla mund të bëjmë përjashtime të mos kthejmë kilometrat për orë në metra për sekonda e kohën nga orët në sekonda, por drejt përse drejti të llogaritim, nga se llogaritja me këto të dhëna do të na shpije direkt në rrugën që do të fitojmë 100 kilometra. Kështu që tu kemi dy mënyra për të zgjedhur këtë detyrë. Njëra mënyrë është të shfrytëzojmë këto të dhëna dhe menjëherë ato të zaventësojmë në formulën e rrugës të cilën paraprakisht duhet ta vërtetojmë dhe rezultatin do ta fitojmë në kilometra, apo mënyra e dytë është të kthejmë kilometrat për orë në metra për sekond, orët të kthejmë në sekonda, të llogaritim rrugën dhe rezultatin do ta fitojmë në metra, pastaj metrat të kthejmë në kilometra. Metrat i kthejmë në kilometra duke pjesëtu me numrin 1000. Me numrin 1000 duke pjesëtu sepse kilometri ka 1000 metra, apo metri është 1000 herë më i vogël se kilometri. Kështu që nga këto të dhëna ju mund të zgjidhni detyrën në të dy mënyrat dhe në cilën do mënyrë që të zgjedhni, rezultati duhet të del 60 km. Pra rrugën të cilën e ka kalu ai trup do të merr rezultatin 60 km. Si me mënyrën e parë, ashtu edhe me mënyrën e dytë, ju do të arrini te rezultati 60 km. Që do të thotë se trupi duke lëviz me një shpejtësi 20 km/h për 3 orë, ai do t'i kaloj 60 km. Ju do të vazhdoni detyrën sipas njërën nga këto mënyra të cilat i cekëm
dhe do të arrini te rezultati 60 km është rruga të cilën e ka kalu ai trup i cili ka lëviz me një shpejtësi 20 km në orë për 3 orë. Tani po vazhdojmë me pjesën e dytë të detyrës, ku në pjesën e parë nxorëm të dhënat e detyrës dhe ato ishin shpejtësia 20 km në orë dhe koha 3 orë dhe pam se shpejtësia është dhënë në 100 km për orë që shpesh edhe mund të jipet kjo njësi edhe pse nuk është njësi ndërkombëtare e koha në orë. Rezultatin të cilin e presim është 60 km. Kështu që do të shkruajmë formulën me të cilën e mjeksojmë rrugën, kur e dim shpejtësinë dhe kohën, e ajo është s barabartë me v herë t. Para se të përdoret formula e rrugës, sigurisht se ajo njëherë duhet të vërtetohet, e njësia të cilën do ta fitojmë kur të shumëzojmë njësinë e shpejtësisë me njësinë e kohës, duhet të del njësia e rrugës që është metri. Le të provojmë. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, herë njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda, sekonda me sekondën thjeshtohet dhe mbetet metër, që përgjigjet njësisë ndërkombëtare të rrugës që është metri. Me qenë se formula është mirë, atëherë këtë formulë do ta përdorim së barabartë me v herë t, dhe tani shpejtësinë nuk e kemi të dhënë në metra për sekond, po e kemi në kilometra në orë dhe do ta përdorim ashtu. Pra 20 kilometra për orë herë koha është 3 orë. Arsyeja që e përdorim kilometrën në orë si shpejtësi dhe orën për kohë është se ne na kërkohet të dim se sa kilometra i ka kalu trupi për 3 orë. Prandaj kërkohet rruga në kilometra. Nëse sekundi me sekond është thjeshtu, atëherë edhe ora me orë thjeshtohet. Dhe tani do të shumëzojmë 3 herë 0, 0, 3 herë 2, 6, dhe njësinë do ta shkruajmë kilometër, dhe fitojmë rezultatin 60 km. Pra, edhe në pjesën e parë të detyrës thamë se rezultati duhet të del 60 km, që do të thotë se ajo rrugë të cilën trupi e ka kalu në mes të dy qyteteve, për shembull qytetit të parë që do ta shkruajmë si qyteti A dhe qytetit të dytë, qytetit B, pas ka qenë një rrugë prej 60 kilometrave. Pra një rrugë prej 60 kilometrave e ka kalu trupi i cili ka lëviz me një shpejtësi 20 km në orë dhe ka zgjat 3 orë ajo lëvizje e atij trupi. Pra, kur trupi lëviz me një shpejtësi 20 km në orë, për 3 orë ai do t'i kaloj 60 km. Kjo detyrë është bërë se i pas zgjidhjes së mënyrës së parë, ndërkaq në pjesën e parë të detyrës thamë se ekziston edhe mënyra e dytë e zgjidhjes së kësaj detyre, ku sipas mënyrës së dytë, siç thamë, kilometrat për orë do t'i shndronin në metra për sekond, e orët në sekonda, dhe rezultatin aty do të fitoni në metra, pastaj metrat do t'i ktheni në kilometra. Metrat për me kthy në kilometra i pjesoni me numrin 1000 dhe rezultati që ju del është në kilometër. Edhe sipas mënyrës së dytë duhet të del rezultati gjithashtu 60 kilometra. Ju nëse dëshironi mund ta vazhdoni detyrën ta zgjidhni edhe sipas mënyrës së dytë, ku përsëri do të arrini te rezultati 60 kilometra, por paraprakisht do të fitoni rrugën në metra, që duhet të del një rrugë prej 60.000 metrave, dhe pasi të pjesoni atë me numrin 1000, do të arrini të rezultati sërishëm 60
kilometra. Pra, edhe me mënyrën e dytë, ju po ashtu do të fitoni rezultatin të shprehur në kilometra që do të jetë 60, ai largësi në mes të dy pikave që thamë se le të jenë dy vendbanime apo dy qytete A dhe B të larguara në mes veti sipas rezultatit përfundimtar 60 kilometra. Po vazhdojmë me detyrën e tretë, ku sërish kërkohet të njehsojmë rrugën, sa kilometra do t'i kaloj një ciklist për 5 minuta. Pra kërkohet të dimë rrugën të cilën do t'a kaloj një ciklist në mes të dy vendeve për një kohë prej 5 minutave. Sheh këtu është dhënë koha 5 minuta, por nuk është dhënë fare shpejtësia me të cilën lëviz ciklisti, ndërkaq kërkohet të gjendet largësia në mes të dy pikave apo largësia në mes të dy vendeve në kilometra, e me kilometra matim rrugën, pra kërkohet rruga. Çfarë do të bëjmë në rastet kur ndonjë mallësi fizike nuk ipet? Në rastet kur shprehet lëvizja e disa trupave, atëherë ato janë dhënë si mesatare të lëvizjes së atyre trupa. Për shembull, në librin e juaj të fizikës mund të gjeni tabelën në të cilën janë shpreh disa shpejtësi mesatare, e ndërto është edhe shpejtësia e ciklistit që thot është në mes të 5 deri në 10 metra për sekond, është shpejtësia mesatare me të cilën lëviz ciklisti. Pra shpejtësia mesatare e ciklistit është nga 5 deri në 10 metra për sekond. Kështu që tani ne shpejtësinë e ciklistit do të marrim për shembull 5 metra për sekond, po marrim vlerën më të vogël sepse po konsiderojmë se ai ciklist është një nxënës i cili do të ketë një shpejtësi më të vogël në krahasim me shpejtësinë 10 metra për sekond që mund ta ketë ndonjë ciklist sportist. Dhe tani nxorëm edhe shpejtësinë 5 metra për sekond, që në realitet kjo shpejtësi është një shpejtësi mesatare e ciklistit që, siç tham, sillet nga 5 deri në 10 metra për sekond. Koha është dhënë në minuta, e minutat duhet t'i ktheni në sekonda para se të zgjidhni detyrën. Kështu do të shkruajmë 5 herë, 1 minutë i ka 60 sekonda, e 5 herë 0 është 0, 5 herë 6 është 30 dhe njësia sekond, që do të thotë se lëvizja e ciklistit ka zgjatë 300 sekonda. Tani më keni kohën të shprehur në sekonda, keni shpejtësinë në metra për sekond në njësi ndërkombëtare, detyrë juaja mbetet që të shkruani formulën e rrugës, që tash në disa detyra e kemi përsërit, ta vërtetoni atë gjithsesi para se ta përdorni, e njësia duhet të del metër, sepse njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Pasi të vërtetoni formulën, i bardhni të dhënat për shpejtësi dhe kohë, e pas rezultatit, e pas llogaritjes, ju do të fitoni një rezultat prej 1500 metrave. Pra, rezultati që duhet të del në fund të kësaj detyre është 1500 metra, që del se ciklisti nga pika A në pikën B do t'i kaloj 1500 metra për 5 minuta me një shpejtësi mesatare prej 5 metrave për sekond. Po vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj detyre, ku thamë se një ciklist
ka lëviz me një shpejtësi prej 5 metra për sekond dhe dëshirojmë të dimë se çfarë rrugë kalon ai për 5 minuta. Rezultatin e dham në pjesën e parë, ku tham se rruga të cilën e kalon ciklisti parafërsisht do të jetë 1500 metra, duke supozuar se shpejtësia e ciklistit është nga 5 deri në 10 metra për sekond, dhe ne morëm atë vlerën minimale të shpejtësisë së lëvizjes së ciklistit 5 metra për sekond. Dhe kohën që është dhënë në minuta e shndruam në sekonda. Edhe në pjesën e parë ju sugjeruam që njëherë të shkruajmë formulën me të cilën do të llogaritim rrugën, e ajo formulë tashmë na është e njohur se paraqet prodhimin në mes të shpejtësisë dhe kohës, por sido që të jetë, kemi thënë se gjithmonë sa herë që të përdorim një formulë, duhet paraprakisht ta vërtetojmë se a do të kemi njësi ndërkombëtare të asaj mallësie e cila është formula. Në këtë rast, formula është e rrugës dhe njësia ndërkombëtare duhet të dalë metër, për arsye se njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Pra, vërtetimi i formulës thotë se kur të shumëzohet njësia e shpejtësisë me njësinë e kohës, duhet të jep njësinë metër. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metër për sekond, herë njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda. Sekonda me sekondën thjeshtohet dhe mbetet metri. Dhe metri është njësi ndërkombëtare e rrugës, që do të thotë se formula të cilën e kemi shkruar është mirë dhe këtë formulë mund ta përdorim. Pra, formula e rrugës është shpejtësia herë koha. Shpejtësinë e ciklistit që tham parafërsisht është nga 5 deri në 10 metra për sekond, ne e morëm 5 metra për sekond. Prandaj shkruajmë shpejtësia e ciklistit është 5 metra për sekond, herë koha ishte 5 minuta, dhe ajo kohë kur shpreh në sekonda doli se është 300 sekonda. Pra shkruajmë herë 300 sekonda. Sekond me sekond, pam se u thjeshtu, dhe do të shumëzojmë tani. 5 herë 0 është 0, 5 herë 0, 0, 5 herë 3 është 15, dhe njësia metër. Rezultati po del se është 1500 metra, që i ka kalu një ciklist për 5 minuta, nëse ai ka lëviz me një shpejtësi 5 metra për sekond. Rezultati që pritej, siç thamë edhe në pjesën e parë, është 1500 metra. Kjo rrugë nëse shprehet në kilometra, është 1.5 kilometra. Pra 1 kilometër e gjys do të kaloj një ciklist për 5 minuta, nëse parafërsisht ai lëviz me një shpejtësi prej 5 metrave për sekond. Detyra e radhës është e 4-ta. Kjo detyrë ka këtë tekst: që rrugë do të kaloj trupi për 30 minuta nëse lëviz me shpejtësinë prej 10 kilometrave në orë. Pra, koha që është dhënë është 30 minuta, prandaj ashtu dhe shkruajmë koha 30 minuta, ndërkaq shpejtësia me të cilën lëviz trupi është 10 kilometra në orë. Pra V e barabartë me 10 kilometra për orë. E kërkohet rruga të cilën e ka kalu ai trup për gjysmore nëse ka lëviz me një shpejtësi 10 kilometra në orë. Këtu pra shohim se të dhënat për kohën janë dhënë në minuta, ndërkaq për shpejtësinë kilometra për orë. Dhe do t'ju preferoja që t'i ktheni minutat në sekonda,
ndërkaq shpejtësinë nga kilometra në orë ta ktheni në metra për sekond, sepse shumë e lehtë do ta keni të punoni me njësi ndërkombëtare, për çka dhe është e domosdoshme që të punojmë me njësi ndërkombëtare, përveç në rastet kur detyra kërkohet që të llogaritet në ndonjë njësi jo ndërkombëtare, si për shembull kur kërkohet të dim sa kilometra do t'i kaloj trupi. Në fillim pra është specifikuar se në çka të shprehet rruga në atë detyrë, edhe pse kilometri nuk është njësi ndërkombëtare e rrugës, në ato raste duhet të nxjerrim rezultatin në kilometra. Pam pra në detyrat paraprake, kur kishim raste në të cilat kërkohej që të llogaritet rruga që kalon një trup për një kohë të caktuar, kur ka lëviz me një shpejtësi po ashtu të caktuar. Këtu në fillim pra minutat i ktheni në sekonda, shpejtësinë nga kilometrat në orë në metra për sekond, dhe pastaj shkruani formulën e rrugës që tashmë është e njohur, por gjithsesi para se ta përdorni ta vërtetoni, sepse mund të ndodhë që atë ta ngatrojmë me ndonjë formulë tjetër, dhe kur të vërtetoni njësia duhet të del e rrugës, sepse kërkohet formula e rrugës e njësia rrugës është metri, kështu që nga formula të cilën ju do të gjeni për rrugën, kur të vërtetoni njësia saj duhet të del metër. Pastaj i bartni të dhënat e shpejtësisë dhe të dhënat e kohës, dhe pasi të kryeni veprimet matematikore të cilat kërkohen, do të arrini të gjeni rrugën e cila në atë rast shprehet në metra, edhe ju nëse dëshironi pastaj metrat mund t'i ktheni edhe në kilometra apo në ndonjë shumëfish, përkatësisht në fish tjetër të metrit, të cilat ato veç që kemi të njohura se cilat janë më të përdorurat. Nga këtu të dhëna të cilat i dhanë, unë shpresoj se ju pa vështirësi do të arrini minutat i ktheni në sekonda, kilometrat në orë në metra për sekond, të shkruani formulën e rrugës, ta vërtetoni dhe të zaventësoni të dhënat. Në pjesën e dytë, ne megjithatë do ta zgjidhim detyrën, të cilën ju mund pastaj ta krahasoni me zgjidhjen e detyrës së juaj, që unë shpresoj se ju pa vështirësi do t'ja delni të vazhdoni zgjidhjen e kësaj detyre. Po vazhdojmë në pjesën e dytë të kësaj detyre, ku ju sigurisht tashmë këtë e keni përfunduar, nga se në pjesën e parë na vetëm dhanë të dhënat të shprehur në minuta dhe ju udhëzuam që minutat i ktheni në sekonda, për shkak se njësia ndërkombëtare e kohës nuk është minuti, por është sekundi. Minutat kur t'i ktheni në sekonda, një minutë e dim se i ka 60 sekonda, dhe tani mund të shumëzoj me letë 3 herë 6, 18, të shtojmë edhe 2 zero, si që shohëm këtu, dhe njësin sekund. Pra 30 minuta i ka 1800 sekonda, apo gjysmë ore i ka 1800 sekonda. Kohën e kthym në sekonda, tani do të vazhdojmë me shpejtësinë, e cila është dhënë në kilometra në orë, e tham do ta kthejmë në metra për sekond, sepse metri për sekond është njësi ndërkombëtare e shpejtësisë, por lejohet të përdoret edhe kilometri për orë, ndërkaq njësi ndërkombëtare është metri për sekond. Do të shkruajmë 10, ashtu siç është, e kilometrin do ta kthejmë në metra. 1 kilometër i ka 1000 metra, ndërkaq 1 orë i ka 3600 sekonda. 1 orë i ka 60 minuta, 1 minutë 60 sekonda, e 60 herë 60 është 3600, 6 herë 6 36, edhe 2 zero i shtojmë 3600. Pra, 1 orë i ka 3600 sekonda. Matematikisht shohim se 1 zero me 1 zero mund ta thjeshtojmë, po ashtu edhe këtu 1 zero me 1 zero mund ta thjeshtojmë.
Dhe tani kemi 10 herë 10 që është 100, pra shkruajmë 100 dhe do ta pjesojmë me 36 e njësia mbetet metër për sekond. Kur të pjesëtohet numri 100 me 36, parafërsisht del 2.77 metër për sekond. Pra, shpejtësia e parafort e lëvizjes së trupit është 2.77 metra për sekond. Tani do të shkruajmë formulën e rrugës, që e dim se është v herë t, por rendi e don që para se ta përdorim formulën ta vërtetojmë, sepse edhe thamë në pjesën e parë duhet të del njësia metër, për arsye se në këtë rast është formula e rrugës. Formula e rrugës pra është v herë t, që do të thotë se kur të shumëzojmë njësinë e shpejtësisë me njësinë e kohës, duhet të del metër. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë a metër për sekond, herë njësia ndërkombëtare e kohës në sekond, sekonda me sekond thjeshtohet dhe mbetet metër. Pra, doli se është njësia metër, që njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, dhe konstatojmë se formula është mirë, që do të thotë se këtë formulë edhe do ta përdorim. Shkruajmë pra s barabart me v herë t, e të dhënat e detyrës tani do t'i bartim në këtë formulë. Shpejtësia thamë 10 km/h, po kur e kthym atë në metra për sekond, na doli sa është 2.77 metra për sekond. Herë koha ishte dhënë në minuta, ishte 30 minuta, po kur e kthym në sekonda doli sa është 1800 sekonda, prandaj shkruajmë herë 1800 sekonda, sekonda me sekondën do thjeshtohet, ndërkaq ne do të shumëzojmë 1800 me 2.77 dhe rezultati duhet të del 4986 metra. Pra, kur shumëzohet 2.77 me 1800, jep rezultatin 4986 metra, dhe ky numër shohim se parafërsisht është 5000, e 5000 kur pjesëtohet me 1000, mund të shkruajmë parafërsisht 5 kilometra. Pra, parafërsisht 5 kilometra ka kaluar trupi për gjysmore nëse lëviz me një shpejtësi prej 10 kilometrave për orë. Ky rezultat parafërsisht është 5 kilometra, ndërkaq ai sillet rreth 4986 metra. Do të vazhdojmë me detyrën e 5, ku teksti i kësaj detyre është: lëvizja një trupi zgjati 10 minuta, sa metra do të zhvendoset ai trup nëse lëviz me shpejtësi prej 3 metrave për sekond. Në fillim do t'i nxjerrim të dhënat e detyrës, ku shohim se një lëvizje ka zgjat 10 minuta, pra një trup ka lëviz 10 minuta, dhe kërkohet të dim sa metra i ka kaluar ai trup, në qoftë se shpejtësia me të cilën është zhvendos trupi është 3 metra për sekond, dhe kërkohet të llogaritet rruga që është specifikuar të gjendet në metra, që njëherët edhe njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, dhe kjo na detyron që gjithsesi të punojmë me njësi ndërkombëtare, sepse edhe është kërkuar rruga në metra e njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Çfarë do të bëjmë? Në fillim kohën e shohim se është dhënë në minuta, e minutat do t'i kthejmë në sekonda, pastaj shpejtësia është dhënë në njësi metër për sekond, e metri për sekond është njësi ndërkombëtare e shpejtësisë, dhe kjo themi është dhënë mirë. Pastaj
do të shkruajmë formulën e rrugës, ta vërtetojmë atë dhe pasi ta vërtetojmë, do t'i zëvendësojmë të dhënat dhe do të fitojmë rezultatin në metra. Rezultatin të cilin duhet ju ta fitoni do të del 180 metra. Pra, rruga të cilën ju do ta fitoni do të jetë 180 metra. Nëse arrini te ky rezultati të cilën do ta fitoni, në fund ju do të merrni një rezultat prej 1800 metrave. Pra, rezultatin të cilën do ta fitoni do të jetë 1800 metra. Kështu që ai trup i cili për 10 minuta ka lëviz me një shpejtësi 3 metra për sekond, do t'i kaloj 1800 metra. Unë shpresoj se me këto dhëna dhe sqarimet të cilat u avam, do të arrini të rezultati i rrugës 1800 metra, pasi të keni shndruar minutat në sekonda dhe të shkruani formulën e rrugës se ta vërtetoni, do të arrini të rezultati 1800 metra. Në pjesën e dytë të kësaj detyre, ne do ta zgjidhim detyrën që shpresojmë se ajo vetëm do të jetë një vërtetim se ju keni punuar mirë këtë detyrë. Do të vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj detyre, ku kërkohet të gjejmë rrugën të cilën e ka kalu trupi për 10 minuta nëse ka lëviz me shpejtësinë 3 metra për sekond. Në pjesën e parë thamë se rezultati duhet ju del 1800 metra, pra afërsisht 2 km, pra 1.8 km, dhe thamë se koha është dhënë në minuta, e minutat ju duhet t'i shndroni në sekonda, prandaj këtu kemi 10, 1 minut i ka 60 sekonda, 6 herë 1 6, shtojmë edhe 2 zerët, 600 dhe njësin sekond. Pra 600 sekonda ka zgjat lëvizja e atij trupi me shpejtësi 3 metra për sekond për të gjetë se sa do të jetë rruga më mirë thënë për të arritë deri te rezultati 1800 metra. Në fillim do të shkruajmë formulën e rrugës, që tashmë e dim se paraqet prodhimin në mes të shpejtësisë dhe kohës, por megjithatë formulën para se ta përdorim do ta vërtetojmë që është së barabartë me v herë t, e njësia duhet të del metri, sepse formula është e rrugës e njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Këtë do ta bëjmë duke shumëzu njësinë e shpejtësisë, metër herë sekond, herë metër për sekond, herë njësia kohës sekond. Sekond me sekond thjeshtohet dhe mbetet metër. Pra shohim se njësia na doli metër, që thamë se edhe kjo duhet të del nga se njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Me qenë se formula është mirë, atëherë do të shkruaj një herë së barabartë me v herë t, ndërkaq shpejtësinë e pamë se është 3 metra për sekond, herë koha e cila ishte dhënë në minuta, ishte 10 minuta, kur e shndruam atë në sekonda, na doli 600 sekonda, pra shkruajmë herë 600 sekonda, sekonda me sekondën thjeshtohet, tu shumëzojmë 3 herë 6, 18, edhe 2 0, 1800, edhe njësia metër. Rezultati doli sa është 1800 metra, që thamë në pjesën e parë se do të arrini deri te rezultati 1800 metra që i ka kalu ai
trup nëse ka lëviz me një shpejtësi prej 3 metrave për sekond. Pra rruga të cilën e ka kalu trupi është 1800 metra, në qoftë se ajo lëvizje ka zgjat 5 minuta. Nëse lëvizja ka zgjat 10 minuta, pra lëvizja ka zgjat 10 minuta me një shpejtësi prej 3 metra për sekond, e trupi do t'i ketë kaluar 1800 metra, apo kjo rrugë tham parafërsisht është 1.8 kilometra, ose me rrumbullaksu i vjen dikon 2 kilometra. Por saktësisht në bazë të dhënave, nëse trupi 10 minuta ka lëviz me një shpejtësi 3 metra për sekond, delse është kaluar një rrugë prej 1800 metra, që edhe rezultati kërkohet në metra, e 1800 metra ishte rezultatit të cilin tham në pjesën e parë të detyrës se duhet del. Detyrën e 6, ne kemi një detyrë me një tekst sa rriten parafërsisht flokët për një vit. Pra, parafërsisht do të llogaritim se sa mund të rriten flokët për një vit nëse ato natyrisht nuk i kemi prej. Dikujt i rriten flokët më shpejt, dikujt më ngadalë, por mesatarisht është vërtetuar se shpejtësia me të cilën rriten flokët është rreth 1 centimetri në muaj. Pra, parafërsisht, flokët rriten 1 centimetër në muaj. Dhe ne do të llogaritim se sa do të rriten flokët për një vit. Kohën për të cilën e kërkojmë gjatësinë sa do të rriten flokët është një vit. Natyrisht se kjo është një detyrë jo zakonshme, por megjithatë është mjaft tërheqëse se ata të cilët dëshirojnë të rritin flokët, atëherë mund të llogaritin parafërsisht një rritje të gjatësive të flokëve, të cilën gjatësi të flokëve po e shkruajmë me L. Pra gjatësia e flokëve do të jetë e shkruar me L. Këtu kemi shpejtësinë e rritjes së flokëve që është dhënë në centimetra në muajt, e koha është dhënë një vit, janë disa njësi të pazakonshme, por logjikisht ne tani do të punojmë në këtë detyrë pa bërë shumë llogaritje, duke i kthy centimetrat në metra e muajt në sekonda, sepse njësia ndërkombëtare kemi thënë e shpejtësisë është metri për sekond, ndërkaq njësia kohës sekonda, e njësia e gjatësisë metri. Pra këtu nuk do të kërkojmë gjatësinë në metra, por do të kërkojmë gjatësinë në centimetra. Prandaj nuk do të jetë e nevojshme që shpejtësinë nga centimetrat në muaj ta kthejmë në metra për sekond, sepse ajo do të kërkojë një kokqarje jashtëzakonisht madhe, dhe ju do të keni vështirësi të ktheni sigurisht centimetrat në metra e muajt në sekonda, nga se do të fitoni një rezultat shumë të vogël, dhe vitin pastaj ta ktheni në sekonda, e gjitha këto për mos ju marr kohë aq të gjatë, ju do të punoni më tepër në mënyrë logjike për të arritur deri te gjatësia e flokëve për 1 minutë. Unë shpresoj se pa vështirësi ju do të gjeni parafërsisht rezultatin e rritjes së flokëve pas një viti, dhe kjo nuk do të thotë se gjithsesi është rezultat
i sakt, por supozu se rritja mesatare e flokëve është 1 centimetër në muaj, me lehtësi shpresoj se do të llogaritni se sa do të rriten flokët pas një viti. Megjithatë, në pjesën e dytë ju mund të përcjellni mënyrën se si do ta zgjidh unë këtë detyrë dhe të shihni se a e keni zgjidh ju detyrën me ndonjë metodë tjetër apo parafersisht me metodën të cilën unë preferoj që ta zgjidhë këtë detyrë, e cila është një detyrë më tepër kuriozitet sesa ndoshta është realitet. Unë po vazhdoj me pjesën e dytë të kësaj detyre, që tham një detyrë jo shumë reale, por më tepër është një kuriozitet, ku tham se kërkohet parafersisht të dimë se sa do të rriten flokët për një vit. Shpejtësia e rritjes së flokëve për një vit është konstatuese parafersisht është 1 centimetër në muaj, dhe koha prej një viti kërkohet të dimë se sa do të na rriten flokët. Tham në pjesën e parë që nuk do të kthejmë centimetrat, metra e muaj në sekonda, pra centimetrat muaj nuk do t'i kthej metra për sekond, as vitin në sekonda, por do të zgjedhim detyrën në mënyrë më të parafort, në mënyrë logjike. E kemi mësuar se rruga është prodhim i shpejtësisë dhe kohës, por këtu nuk kemi rrugë, kështu që rrugën themi e zëvendësojmë me gjatësi, sepse po kërkohet të dimë gjatësinë e flokëve pas një viti që do ta kemi, kështu që formula S barabartë me V herë T mund të shkruhet si L barabartë me V herë T. Edhe gjatësia matet me metra, që do të thotë se sërish njësia do të na del metër. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metër për sekond, herë njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda, sekonda me sekondën thjeshtohet dhe del metri, që njësi ndërkombëtare e gjatësisë është metri dhe formula është dhënë mirë. Do të përdorim këtë formulë edhe pse jo në njësi ndërkombëtare, si tham, dhe nga të dhënat pam se parafersisht flokët rriten me një shpejtësi prej 1 centimetri në muaj, pra kështu do ta shkruajmë si njësi jo ndërkombëtare, herë koha është një vit, e vitin do ta kthejmë në muaj, një vit i ka 12 muaj, prandaj do të shumëzojmë herë 12 muaj. Atëherë shohim se muaj me muaj mund ta thjeshtojmë dhe mbetet 1 centimetër herë 12, që është 12 centimetra. Pra parafersisht flokët pas një viti do të rriten 12 centimetra. Kjo nuk është detyrë reale, po është një kuriozitet që ndoshta edhe mund të jetë parafersisht real, që dikujt mund t'i rriten flokët edhe 12 centimetra për një vit. Ju nëse jeni shumë kurioz, mund edhe ta provoni dhe ta vërtetoni se sa do të rriten flokët për një vit, nëse ato keni mund të mati me saktësi për të arrit deri te rezultati, a do të jetë 12 centimetra apo do të jetë ndonjë rezultat tjetër, varësisht prej asaj se me çfarë shpejtësie do të rriten flokët. Ky është një rezultat pra i cili parafersisht fitohet nëse kemi supozu se flokët rriten me një shpejtësi 1 centimetër në muaj dhe pas një viti që i ka 12 muaj, del parafersisht rezultati 12 centimetra.